Dashur vëllezër dhe motra të dashur dëgjues të Radio Maris, çdo përvjetor mund themi që është parazgjithash Eukaristi, është falënderim 13 vite që e kaluan në Radio Marinë e Kosovës, të thoshim është edhe histori, gjithsesi, por jo vetëm, është histori hiri, pra. Kemi të bëjmë edhe me fakte, por edhe me diçka që e përjetojmë sot. Mos harrojmë ato fjalë të Krishtit, pa mua nuk mund të bëni asgjë. Dhe ky besim ka dhënë fryte që 13 vite. Pra, jo që jemi mbështetur në mençurinë tonë ose në forcat tona ose në ndonjë strategji që gjithashtu janë të rëndësishme edhe ato, por besimi që jemi duke shërbyer Zotit me aq sa kemi mujt e sa kemi ditë, besoj që kjo ka qenë ajo kryesorja që Zotit edhe i pëlqen, jo perfeksioni jon, përsosmëria jon gjithçka, por ai shpirti i shërbëtorit që thot ja ku jam o Zot, u bën vullnesa jote. E në këto hapa besoj që Zoti na ka beku. Këtu kanë mesin ton të tillë që e kanë përcjell Radio Marinë e Kosovës që nga fillimi edhe para se të shpallej zyrtarisht kështu si radio, si shoqat, edhe e din se me çfarë sfidash jemi ballafaque, ka qenë sikur ajo fara që është mbjell, por që është dashur me ujit, është dashur heshtje, është dashur ballafaqim, stuhi, dritë, diell, shi, por e kemi vrejt që është rrit mas shumëti kur se kemi pa kështu me njëherë rezultatet. Kjo është ajo ecja, ajo rritja shpirtërore që e ka një ritëm tjetër për dallim prej anës teknike që e porosit vjen edhe e përdor. Por ja që e dim jetën shpirtërore nuk është kështu. Ne e dim që nga njeri planifikon, por i del këtë tjetër sen. Në fundit, kur e ka vullnetin e mirë, besimin e sinqert, Zoti e bekon edhe i del edhe ma mirë se që ka menduar. Ngushëllon fakti që radioja jonë e promovon zërin e krishterë në shtëpitë tona, një zë që lind nga lutja. Jo një zë që thjesht përtet, një zë që vetëm flet, një zë që thjesht them diçka. Jemi mundu të paktën që me fol jo vetëm për Zotin, po me Zotin. Dhe besoj që kjo kishte me qenën edhe dëshira jonë për të ardhmen, që edhe ato fjalë që i themi me ardh prej lutjes, që mos me qenë vetëm fjalë zhurme, por një za që vjen prej sbrendshmi, prej ai kultivimit të raportit me Zotin, e besoj që gjithmonë bëhet bekim. Keni vrejt edhe dëgjuesit këta e vrejnë me njëherë nëse themi një fjalë me besim, ose në atmosferën e lutjes, në atmosferën e shpirtit Zotit. Pra, forca e Radio Maris nuk është fuqia e valve, frekuencat, kështu me thonë teknike, por fuqia e lutjes. Është vërtet një bekim edhe për Kosovën, besoj edhe për besimtarët tanë, edhe jashta Kosovës, që kjo fjalë me hynë shtëpitë tona edhe me i prek zemrat, sa ngushëlluese është kur dikë që kurse ki taku kështu fizikisht thot po ju njeh edhe e dëgjoj Radio Marinë, madje ka dhe të tillë që dëshmojnë që po mos kesh qenë Radio Maria isha çmend, thot. Çka me bën 4 mure e vetmume ose i vetmum, ose dikush spital, ose dikush që është tu kalue faza shumë të rana të jetës, edhe shohim vërtet fuqin e zanit Zojs bekume që depërton atje ku tjertë s'mujnë me hy. Mos të harrojmë që njeriu, edhe pse është ndoshta i rrethuar familjar, nga njëherë ka një vetmi të tmerrshme. Kjo është edhe ai realiteti që nga njerë theme, po është i rrethuar me shumë njerëz. Nuk do të thotë automatikisht që ai njihet që është pjesë
e bashkësisë ose pjesë e shoqënisë e familjes, ose madje edhe në bashkësitë të rregulltare, ku nganjëherë thot njeriu që jam i rrethuar me motra ose me vëllezër, megjithatë njeriu bash aty mund me ndjej vetmin edhe më të madhe. Kështu që kur flasim që zani i Zotit depërton të njerëzit e vetmuar, e kem parasysh edhe këtë. Te ata që janë të rrethuar me njerëz, po në zemër e ndjen veten shumë vetmuar. Pra, Zoja e bekuar është zemra e këtij misioni, pra edhe gjithmonë kthehemi te ajo fjala që i thot dasmorëve, bani ato çka ju thot birim. Dhe vërtet ne e përjetojmë shpesh këta tu lut, rozaren sidomos, ose kur kemi ndonjë emision tjetër, vazhdimisht prap se prap kthehemi te Jezu Krishti. Dhe kjo do të më na ngushëllue që prej kohën të paktën po e vrem që qendra e krejt misionit është Jezu Krishti. S'ka tjetër. Edhe e vrem se si Zoja bekume na mëson me dëgju. O, sa vështirë është me dëgju. Ne menojmë, po dëgjoj, po. A e përjetoj mrenda, a e marr seriozisht ato që kam thot tjetri. Kjo është komplet një diçka tjetër. Ne themi, po, të kam dëgju, po, a më ke kuptu? Sa ke përjetu që unë kam dash diçka me përçu, se fjalët e tona nga njerë janë të mangëta, madje edhe kemi frikë nga njerë me thonë diçka se ndoshta kam unë keq kuptuaj tjetri. Kjo është edhe arsye pse nga njerë edhe nuk flasim prej asaj frike që në vend që më afru te tjetri, bëmi edhe më larg njëri tjetrit. E Zoja bekume vërtet në radion ton na mëson me dëgju. Edhe me pasat përvujtnin që nuk mujmi mi ditë gjithçka, madje edhe mujmi mu shpreh jo aq adekuat, nga njerë edhe komplet i përdorim ndoshta ndo fjalë tjera, kemi menu tjetër sen, por mbi gjitha këtu rritemi në përvojtni. Pra, kërkojmë edhe falje, që nuk është lehtë me kërku falje, por këtu rritemi mas shumë të në besim. A nuk është kjo e mrekullueshme që Zoja na ofron një farë atmosfere, një farë hapësire, ku ne mujmë më rrit, qoftë në shprejes, qoftë në dashni, qoftë përvojtni, kjo është hiri i Zotit. Hiri i Zotit është në radion tonë. E aty ku është Zoja bekume në ngushëllon që edhe Krishti nuk mungon kur me hiret e veta. Pra 13 vite nuk janë për mu nalë, por për mu thelluen, këtë drejtim. Edhe për të ardhmen besoj që ky përvjetor na ka mësu shumë çka viti 2025, nuk është thjesht mu vetë kënaq, është edhe mu ndal, por mu thellu. Nuk është të thonë që kem na me ba diçka spektakulare edhe në vitin që po vjen, por megjithatë ky vit që po e lëm pas na ka mësu do gjana, do hapa mi ba shumë konkret, mi thellu raportet, cilësin, me theksu cilësin. Nga njëherë na roka jo fryma e kësaj botën cilën jetojmë që me ba shumë e me mbet pastaj zbrast, por megjithatë pyetja kryesore jo nuk është çka kemi ba, se kjo është pak tingëllon me atë frymën e këtij perfeksionizmit, kësaj bote që sa më shumë, sa më duk më bukur e tjera. E në fakt mrenda përmbajtja disi me mbet e lanë anash ose me ndje pastaj personi veten zbrast. Me rëndësi është sot po e pyesim veten çka na kërkon Zoti sot. Çfarë misioni kemi sot? Edhe besoj që kemi çka me mësu prej vitit të kaluam, që besoj që është kjo, me qëndru besnik. Nuk është me qëndru perfekt. Me qëndru besnik, me besu që këto çka jemi të e ba, ka kuptim. Edhe ajo thjeshtësia mas vështirë është me qenë i thjesht. Ne njerëzit disi e komplikojmë shumë, të menu se është forma e rëndësishme. Është edhe ajo e rëndësishme, për nuk ka në rënd parë. E besoj që edhe viti 2026 ka më na mësu njëjtën gjë, sepse vërteta është kjo, pra me qenë përvujt, me qenë thjesht, por dhe mu lut, që fjala që del prej zemrës, me dal prej asaj zemrës pasur,
Jo me vetë kënaqësi, por me besim që Zoti na bekon atë qëllimin ton të mirë edhe atë pak që e ofrojmë. E falenderojmë Zotin që gjatë vitit 2025, por edhe gjatë gjithë këtyre 13 viteve, Zoti I ka prek zemrat e besimtarve edhe në mënyrë të padukshme. Ato lutje që I kemi ba, është e mrekullueshme ai dëshmia, thot, momentin që keni thonë po lusim edhe për ata që janë nëpër spitale, thot, unë në atë moment e kam dhëz Radio Marin e Kosovës edhe thot, në atë moment nga ardhë sikur ju po lutni për mu, jam çliru, thot, jam shëru me një farë mënyre shpirtërisht. Kjo është ai hiri I Zotit që na përdor edhe neve pa e ditë as na se si, e kjo është ai bekimi për cilin dëshirojmë me falendëru Zotin edhe gjatë kësaj meshe. Ti kërkojmë Zotit edhe hiret për bashkëpunëtorët Zotit, me qëndru edhe bashkëpunëtorët tanë që majnë emisione që na edhe lusin edhe na mbështesin, pse jo edhe na kritikojnë, unë gjithmonë I marr vërtet me dashamirësi, kritikat, gjithmonë me atë vetdijen që nganjëherë personi edhe nuk e mund me formulu aq sa do edhe me frikë që mos po e lëndoj dikë, por vërtet ne I pranojmë, të paktën unë përpiqna me staf me eduku që me pranu dhe kritikën, mos me marë si dëshpërim që dikush ma tha një kritik, por bluje me men, me zemër, se marëm si gjë absolute kur dikush thot diçka, sepse edhe njeri mund me gabu, por e marëm, ku do të mu përmirësu, ku do të me ecë, ma me besim, do shta mu korrigju diku, dhe vetëm çka përfitojmë. Falenderojmë Zotin pra për përgjegjësinë e përbashkë që nuk na lëni vetëm edhe ju vullnetar, edhe ju bashkëpunëtor, sepse pa ju na jemi të vetmuar, kështu me thënë I flasim vetës, por me ju atëre shihet bekimi I Zotit, ashtu sikurse është edhe feja, është edhe personale, por është edhe përbashkë. Edhe kjo meshë e shenjtë. Edhe ju të dashur dëgjues që po na dëgjoni e po na shikoni gjatë këtyre momenteve, faleminderit nga zemra, edhe për lutjet e juja, edhe për mbështetjen tuaj financiare, e t'ja dorëzojmë Zotit këtë vepër, edhe për të ardhmen, nuk e dim se çka na sjell e ardhmja, por e dim se kush e ka të ardhmen. Këta e dim, e ka Zoti. Prandaj edhe kemi arsye pse me pas besim, optimizëm për të ardhmen, e lutim Zotin që me vazhdu me përdor këtë zë sipas zemrës së Tij. Amen. Qof levdue Jezu Krishti. T'ja drejtojmë Zotit lutjet që I kemi në zemër. Të dashur vëllezër e motra, me zemra mirënjohëse për 13 vite hiri e shërbimi, t'ja paraqesim hyjet lutjet tona, duke I besuar ndërmjetësimit të Zojës Mari, themi së bashku, dëgjoj o Zot lutjen tonë. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Për kishën e shejtë në mbar botën, që ndriçuar nga fjala e Zotit dhe udhëhequr nga shpirti I shejtë, të vazhdojmë të shpallë ungjillin me guxim, dashuri dhe besnikëri të lutemi. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Për Radio Marinë e Kosovës, që në këto 13 vite ka qenë zë lutje, shpresë dhe ngushëllimi, që Zoti ta bekoj me hir të ri, frymëzim dhe besnikëri në misionin e saj, të lutemi. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Për të gjithë ata që shërbejnë në Radio Marinë, stafin, vullnetarët, bashkëpunëtorët dhe përkrasit, që Zoti t'i shpërblej për çdo mund, sakrificë dhe dashuri të dhuruar, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për dëgjuesit tanë, të sëmurët, të vetmuarit dhe ata që vuajnë, që përmes valeve të radios të ndjejnë praninë e Zotit, paqen e Tij dhe ngushëllimin e bashkësie që lutet për ta, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për familjet tona dhe për shoqërinë tonë, që fjala e Zotit e dëgjuar dhe jetuar të ndërtoj paqe, pajtim, shpresë dhe solidaritet ndërmjet nesh, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për të gjithë ata që nuk janë më ndër ne, veçanërisht për bashkëpunëtorët dhe dëgjuesit e Radio Marisë, që kanë kaluar në amshim, që Zoti t'i pranojë në ndritën e mbretërisë së Tij, të lutemi.
Të qoje o Zot lutjen tonë. O Zot, ati dashurisë dhe i mëshirës, pranoj këto lutje që ti paraqesim me besim dhe bëj që Radio Maria e Kosovës të mbetet gjithmonë një zë që të lavdron ty dhe që i çon zemrat e njerëzve ka ti. Nëpër Krishtin Zotin ton.